Profesor, për të ndalur akoma më tepër në 2-3 elemente që përbën interes për publikun, por edhe për ne. Ka disa tendenca, ju e thatë për të fshehur historinë tonë. Kanë ardhur dhëna së fundmi që lidhen me heroin ton kombëtar, sa i takon ADN-s së tyre nga historianë të ndryshëm shqiptar, duke dhënë versione nga më të ndryshmet. Disa thonë që ADN-ja është gjetur dhe prej ardhës, pasardhës të familjes së Gjergj Kastriotit janë tashmë në zonën e Dibrës. Mendoni që janë tendenca të sakta apo tendenca për të fshehur në një farë forme historinë tonë në formë dashakeqe ose nga mosdia? Unë herojt tonë kombëtar dhe familjes tij kam dedikuar disa vite të jetësime në kërkimet dhe ullumtimet që kam bërë mbi të, qoftë në Vatikan, qoftë në Venecia, qoftë në Napoli dhe në Austri, gjithandej ku kam gjetur materiale të sakta arkivore që janë produkt pastaj edhe librit tim që është libri mbi heroin ton kombëtar Gjergj Gjon Kastrioti Skënderbeu. Mes tjerave unë kam ndjekur këmba këmbë, si thuash, atë itinerarin që ka ndjekur bashortja e tij Donika Kastrioti, Donika Arianidi Kastrioti, e cila ka ardhur në Itali 1 vit e gjysmë mas vdekjes së heroit ton kombëtar dhe jo pak muaj si thojnë ato. Por aspektin pastaj e dim që sipas 6 burimeve që unë i kam cituar disa herë, që janë burime të bashkëkohësve të saj, të cilët tregojnë për një ark të mbyllur që ajo mori me vete nga Kruja dhe e solli në Itali, në Napoli, mbas udhëtimit të saj që bëri të fundit drejt Italisë, nga ku nuk u kthye më në trojet tona. Të e jep pastaj dhe në testamentin e saj, Gjovana III ka lënë në testament që një ndër gjërat që do bëhen mas vdekjes së Gjovanës do ishte dhe riabdhësimi i ekstrave të Donikës, që kishte lënë me amanet në tokën e origjinës, së bashku me atë arkën e mbyllur dhe me ikonën që mbante ajo që kishte marrur nga katedralja e Krujës, dhe vetëm gjë që mori, vetëm pasuri që mori nga Shqipëria atëherë ishte ajo ikona që mori me vete në Itali nga katedralja e Krujës, cila do binte pak kohë më tej, do binte nën sundimin otoman dhe nën atë persekutimin që ne dim pastaj si do vinin gjërat. Në aspektin e DNA-s së heroit ton kombëtar që e kam gjetur, unë jam pak skeptik në aspektin që DNA-ja e tij është e fshehur në ato dy varre që janë në Valencia, ku është njëri është ai i nipit të heroit ton kombëtar që është i Alfonsit, i cili u vra në moshë 15 vjeçare, të Alfons Kastriotit, dhe tjetra është pra varri i Donika Arianidi Kastriotit, që me shumë gjas aty brenda janë dhe eshtrat e heroit ton kombëtar, pasi dim që ato nuk gjenden në territor shqiptar, dim që nuk dihet sipas asaj që një historia deri sot se ku janë, por sipas ullumtimeve mia duhet të kenë përfunduar aty në manastirin e Shën Trinitas, mbretëror të Shën Trinitas në Valencia të Spanjës. Për të bërë një gjë të tillë, për të bërë analizat krahasimuese të DNA-s, ne duhet në radhë parë që të kemi kampionët nga eshtrat që gjenden në varret e tyre në manastirin e Valencës. Ne kemi kërkuar disa herë që ta bëjmë gjë të tillë, por duhet një kërkesë zyrtare shtetërore. Ndaj shteti jon nuk ka lëvizur asnjëherë, qeveria jon nuk ka lëvizur asnjëherë në këtë drejtim. Po të kisha qenë unë në vendin e tyre, do kisha ikur natën për hënë që t'i kërkoj mbretërisë spanjolle që të japin mundësinë, po ashtu dhe Vatikanit të japin mundësinë që të çojmë shkencëtarët tanë aty që të marrin kampionët e DNA-s, qoftë tek njëri varr pra ai Alfons Kastriotit, qoftë ajo i Donikës që gjenden në manastirin e Shën Trinitas në Valencia. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë, ndaj për të gjetur tash DNA-n e tij të hapur në Dibra apo diku tjetër, ato janë dëshira më tepër, por uroj që kushdo që e ka bërë ta bëjë për dëshirën e madhe që të ketë që heroi jon kombëtar, shumë ma kërkojnë nga është vendlinja e tij e saktë, shumë ma kërkojnë prejardhjen e tij familjar të saktë, por unë di diçka që është e saktë dhe është 100% konkluzion i arsyeshëm dhe logjik dhe historik ai që ka mund. Ai është shqiptar, pra është puro shqiptar. Pastaj për gjëra tjera, lokalizimet e tjera janë që kërkojnë shumë herë që të ndajnë shqiptarët, prandaj kërkojnë që t'i atribuojnë
vendlinje të ndryshme apo përkatësi të ndryshme bërë një fisi apo një fisi tjetër. Ne dim diçka tjetër me saksi, që stërgjyshi i tij ishte Konstantin Kastrioti Mazreku. Ato kishin dhe një emër të dytë, që ishte Mazreku, pra Konstantin Kastrioti Mazreku, i cili ishte në krye të qëndresës së shqiptarëve të arbrorëve në vitin 1389 në luftën e famshme të fushë Kosovës, atë të cilën serbët e kanë kthyer si kanë dashur vetë për të krijuar për të marrë identitet gjithsesi në një betejë të humbur. Pra një betejë të humbur, por ne nuk marrim identitet në atë betejë të humbur, por identiteti jon tregon ka një tjetër zanafill që tregon atë bashkimin për herë të parë të gjithë arbrorëve kundër një armiku të përbashkët që ishte armiku otoman në vitin 1389. Dhe dy kryesorët e qendresës, qendrëstarët e fushatës, pra të betejës së fushës Kosovës 1389 ishin dy, që ishte Konstantin Kastrioti Mazreku, stërgjyshi i heroit ton kombëtar, pra gjyshi i babait të tij, të heroit ton kombëtar, dhe ishte Muzaka, Teodor Muzaka. Pra këto dy ishin kryesorë, pastaj ishin Balshet, ishin shumë të tjerë. Pra ky ishte një qendresë puro arbrore për të qëndruar përballë pushtimit otoman. E dim që ajo betejë u humb, por mbetet për ne simbol i bashkimit arbror në atë periudhë. Dhe dim që në atë betejë vdiq në moshën 80 vjeçare, që ishte në kry të ushtrisë së tij, në moshën 80 vjeçare, Konstantin Kastrioti Mazreku, stërgjyshi i heroit ton kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Pra, në qoftë se është vullneti i mirë për të bërë analizën krahasimuese, ne kemi këtu trashëgimtarët që unë kam marrë disponibilitetin e tyre, është këtu Loris Kastriota Skanderbeg, i cili është në dispozicion dhe ai për bërë një analizë krahasimuese të DNA-s të mbetjeve mortore që kemi në Valencia me ato të tija për të parë nëse ka apo jo mundësi dhe gjasë që tjenë aty dhe ato të eshtrave të heroit ton kombëtar. Por e përsëris edhe një herë, dëshira për të nxjerrë nga Dibra, nga një krahin tjetër apo një tjetër, është një dëshirë që unë e përqafoj së shumti pasi bëhet, kam përshtypjen vetëm nga dëshira për ta pasur gjithsekush heroin ton kombëtar të vetën. Dhe e kujtoj edhe një herë që ai është figura qendrore pasi ai themeloi shtetin e parë modern shqiptar, pasi ishte edhe shteti i Arbërit përpara 1444-shit, pra lidhjes së Lezhës, ishte dhe ai i Arbërit një shekull më parë gati, por ajo që funksionoi si shtet në të gjitha sferat, pra kishte një politikë të jashtme, të jashtëzakonshme me një ministër të jashtëm që ishte Pal Angeli, i cili mbante marrëdhënie diplomatike me mbretërinë e Napolit, të Milanës, me sforcët e Milanës, me aragonezët e Napolit, me papët, me Republikën e Venecias, të Gjenovës, e me gjithë tjerë deri me mbretin e Anglisë dhe me Karlin e V të Francës. Pra ai kishte marrëdhënie diplomatike me të gjithë ato që ishin atë kohë Evropa perëndimore, shteti shqiptar që ishte Gjergj Kastrioti. Kishte një ekonomi të lavdueshme, pasi ai kishte mundësi që të mbante në këmbë një ushtri dhe ta furnizonte në mënyrë të vazhdueshme, një ushtri rreth 25.000 ushtarë. Ai kishte një tregti në atë kohë që bënte përmes porteve shqiptare, i dërgonte në Brindisi dhe në Bari anijet që shkëmbenin mallra në atë kohë me qytet-shtetet në Itali apo me mbretëritë e veçanta të Italisë apo republikat që ishin në Itali, në gadishurin italik, pas Italia nuk ishte krijuar akoma, dhe tregtonte për lëhurnat, kripën, ato pëlhurat e të zgjaut, tregtonte armët, pasi kishte parktar armësh, kishte pajime të ushtarake, mbati dhe kuajve, pra gjitha këto janë të censuara në bibliotekat vatikane, të cilët tregojnë një ekonomi të lëvizshme, të zhvilluar pra mes dy spondave të Adriatikut. Plus, ai kishte pra edhe një mbështetje popullore plebiscitare, ku e dim që mbështetja popullore ndaj tij ishte jashtëzakonshme, pra çfarë duhem ne tjetër që të kemi një shtet vërtet funksional, siç ishte ai shteti modern i Gjergj Kastriotit Skënderbeut, në një kohë kur e përsëris nuk kishin shtet as serbët, as grekët, jo ajo, por gjithë vendet fshi dhe më larg se ne ishin të coptuara, të grimësuara mes tyre në luftat të përhershme mes qyteteve njëri me tjetrin, dhe ne ishim, si thua, ajo zona më zhvilluar që kishte në atë kohë Ballkani, pasi kujtojmë që përpara lidhjes së Lezhës, Shqipëria kishte ato
feudalet e vetë që nga më të shuar që ishin nga Dugagjinët, ishin Balshet, ishin Topijet, ishin Arianitët, ishin Buat, ishin Zebenistët, ishin gjitha ato figura të shquara që drejtonin, pra ato feudal të sukseshëm që drejtonin pjesën më të madhe të themit të asaj që ishte Shqipëria atëhershme, që ishte shumë më madhe nga kjo sotmja dhe shumë më gjerë se ai territor sot etnik që ka mbetur në i banuar akoma me shqiptar. Por e përsëris, në qoftë se ka vullnet për të bërë dënan dhe për gjetur saktësisht nëse kemi të bëjmë atje me mbetjet e herojtë tonë kombëtar, mjafton që të lëviz dikush nga ministria jonë të kulturës, të hyjë në bisedime me shtetin, është një proces me shtetin spanjoll dhe me shtetin e Vatikanit, pasi edhe ato kanë zyrë në kapitull, sepse aty është pronë e Vatikanit, ku kanë biseduar me to në këtë santuarin që është aty pranë, në këtë tek shëntërintaja në Valencia, dhe një gjë tillë do enigma do zgjidhet në mënyrë të padiskutueshme. Dhe një gjë që mund ta bëjmë dhe s'kam dashur kur qeveritarët tanë ta marrin parasysh, fola parë për statuja që nuk gjem të herojve tanë, të figurave tanë, tona më të shuara, nuk gjem figurat, nuk gjem fund të fundit Gjergj Kastriotin duhet ta kemi në qendër të çdo qyteti të madh që ka Shqipëria. Ka ca buset të tij, por të ndara me gjitha në lokalitetet e vogla. Ato duhen të jenë si në qendër të Tiranës, në qendër të Shkodrës, në qendër të Durrësit, në qendër të Vlorës, në qendër të Korçës, të Beratit, kudo të Dibrës, kudo që ka qytete të mëdha shqiptare, të ketë një bust të herojt tonë kombëtar, Gjergj Kastrioti, pasi është figura simbol e unionit shqiptarëve, e bashkimit, vllazërimit të shqiptarëve. Dhe atë që të them për familjen e tyre, është e domosdoshme që të kthehen në dhe eshtrat e Donikës të paktën dhe me shumë mundësia të mund gjejmë dhe ato të herojt tonë kombëtar dhe ato të Alfons Kastriotit, që të bëjmë fillim të bëjmë readhesimin e mbetjeve të këtyre figurave të shquara që kemi, që shqiptarët të marrin edhe me shumë identitet. Duke marrë me shumë identitet do marrin më tepër dinjitet dhe mund të jenë pika që mund të shihen nga gjithë, mund të vizitohen nga gjithë. Dhe kam thënë dhe herë tjera, nëse do kemi frikën se mund të nol diçka me ato varreza, atëherë leti varrosim në oborrin e presidencës, ku janë të ruajtura ditë për ditë, natë për natë, me roje të armatosura, pasi rrinë kot aty me Sadiun, sepse askush nuk banon, sepse nuk shihet askush rrotull, por rrinë që rrinë.